O me çambohet si keni qenë, mirë ju kam. Desha më ju dhoni këshill sot gjithëve, se kam pasur ca rob që planet e tyre i bëjnë kurriz njerëzve të tjerë. Plane si për shembull jam pa punë tash po kam fol me një shoka do ma gjej ai punën. Ose si për shembull nuk di çfarë të bëj me jetën time, nuk di çfarë shkollë të vazhdoj. Ja të shkoj të pyes gjithë shokët tash, gjithë njerëzit që njoh. Sidomos njerëzit që nuk i plas për ju dhe ju kanë dhënë prova, pa aty shkoni merrni mendim. Unë jam të vërtetë thënë që ky mentalitet që ke është gabim. Askujt nuk i plas për ty, kështu do ta jetosh jetën tënde. Askujt nuk i plas për ty. Dakor, ka ca njerëz të afërt, ka ca njerëz që i ke afër dhe i plas për ty. Ti nuk duhet t'i llogarisësh, as ata. Çfarë ndodh nëse në moment të ardhmen ti ke nevojë për ndihmë dhe merr në telefon këtë personin që njeh, atij personit është smur fëmia sot, se ka mendin të ti fare. Nuk mund të parashikosh asnjë gjë, përveç se nëse i bën planet, duke i vënë gjithçka në shpalltut e tuaja. Gjithçka që do duhen të ardhmen e ke në dorë vetë, nuk e pret nga askush tjetër. Çike trisht të duket kur e thu, po është vetëm në mënyrë për të qenë sigurt. Do të mendosh sikur askujt në botë nuk i plas për ty, që ti ekziston. Përfshi dhe njerëz që mund të jesh të i pagu që ti plasi për ty. Për shembull psikologu. Shumë çuditshëm duket që është fut kultura e psikologët në vend si Shqipëria, po nejse, kam vurë që i besoni shumë psikologut. Sidomos ju gocat që po ngjoni se çunet nuk parashkojnë. Ju i besoni psikologut deri në vdekje. Ju e përshkruani një orë muhabet që keni bën me atë person sikur është gjë më jetë ndryshuese që keni parë ndonjëherë. Ju flisni për ta sikur aty i plas më vërtet për ju. Ekuivalenti perfekt të një psikologu që i plas më vërtet për klientët e vet është si ti plasë një striptiste për klientët e vet. Por kë mendoni se i plas më shumë për ju apo për lekët e juaja? Si mendoni ju, ë? Askujt në botë nuk i plas për ty, kështu që do të plasë ty për veten, më shumë se kaq. Mos më merrni për keq këtë, ë? Shifna nesër.